Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë mësyshi devën e shtin në vorb, njeriu në vorr. Mësyshi vdes. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra për shkak të mësyshit njerëzit vdesin. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Sunen e Abu Davud, "Aktharu ma yamutu min ummati sababul ayn." Shumica e umetit tim do të vdesin për shkak të mësyshit. Normal tash. Njerëzit ke parasysh të cilët mirën me gjëra tjetër dhe nuk i kanë parasysh këtë gjë dhe e neglizhojnë këtë gjë, po ja shohin sherrin pastaj. Ja shohin sherrin. Sherrin tash ja shohin të gjithë. Me ekspozimin e të mirave rrjetet sociale, si fëmijët të vegjël, fëmijët të vegjël nuk ekspozojnë rrjetet sociale, i ekspozojnë pa ndërprerje rrjetet sociale. Çdo veturë mirë çka e blej me njerë, ekspozon rrjetet sociale, çdo shtëpi e bën, ekspozon rrjetet sociale, pastaj hajde ku të gjejmë një hoç, shkojmë se si jena hiç mirë, por nuk do jesh mirë as ti as e vladas kurkush. Sepse ti s'ke nevojë të ekspozosh të mirat e tua dhe t'ua tregosh botës, pse botës ti duhet t'i tregosh se çka ke, çka poziton. Pse ti duhet botës t'ia tregosh fëmijën tan 3 vjeçar, 5 vjeçar, 10 vjeçar, pse? Nuk është patjetër. Po just nuk është patjetër. Çka fiton? Dhe veç asaj. Veç asaj ti e rrezikon e vladin tan. Jo vetëm nga mësyshi, çdo aspekt tjetër, rrezikon. Ti ke çfarë do njerëz psikopata, çfarë do njerëz smuti ke rrjetet sociale. Po veç asaj, mësyshi, dhe pastaj tash secili i dyti fëmijë autizëm, një gjë që nuk ka ekzistuar. Tamam. Po më parë s'ka ekzistuar këtë tash, domethënë ky problem me të cilin ballafaqohen njerëzit është një problem shumë i madh. U them njerëzve, nëse doni ti paksoni dhe ti zvogloni këto probleme, mos i ekspozoni të mirat tuaja në rrjetet sociale. Pra syshi është hak. El-ainu hakun, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, syshi është hak. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka fol nga media, po gjithçka që ka folë ka pas shpallje. Edhe pa pikëdyshimi ne besojmë në këtë që ekziston dhe besojmë në dëmin, në të keqen e mësyshit.